Ditën e sotme shënohen plot 18 vite nga shpallja e pavarësisë së Kosovës e duket sikur Kosova është e pavarur, por megjithatë jo e pavarur nga Haga. E them këtë pasi ata që e shpallën pavarësinë e Kosovës ndodhen të burgosur në Hagë. Për të folur mbi çfarë ka shënuar Kosova këto vite, kam të ftuar në një lidhje direkte profesorin e njohur Selatin Redkoceri, njohës shumë i mirë i politikës dhe i publikës në Kosovë dhe në Shqipëri. Profesor, falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit për ftesën. Profesor, kanë kaluar shumë vite, 18 vite nga pavarësia e Kosovës, e megjithatë duket se kjo pavarësi kërkon dhe një herë më shumë bashkim, ndoshta më shumë se në kohën kur u shpall pavarësia. Si e shikoni 18 vite më vonë Kosovën? Me lejani që në fillim t'ju uroj gjithë shqiptarëve urime pavarësia, lavdi të gjithë atyre që sakrifikuan për lirinë dhe shtetin e Kosovës. Sot, pra, festojmë 18 vjetorin, moshën e pjekurisë të Republikës më të re në Evropë, shtetit më të ri të Kosovës, i cili sigurisht, e cila pavarësi është e mangët sepse në Hagë po zhvillohet një proces tani më mbi 5 vite për ata që dhanë dhe sakrifikuan shumë për këtë republikë dhe për këtë shtet që ne sot e gëzojmë. Andaj, kjo fest, por edhe 4 festime tjera, të cilat ndodhen kohëve të fundit, janë vërtet të mangëta sepse na mungojnë lideret kryesor që kontribuan në mesin e gjallëve, po them gjithmonë në mesin e gjallëve, sepse ne kemi njerëz të sakrifikuar, të vdekur, dëshmor, invalid të luftës, martir, viktima e të tjerë, por e kem familjen Jashari, familjen emblematike, që dha shumë 45 antar të familjes për këtë liri dhe për këtë pavarësi që sot e gëzojmë, por në mesin e gjallëve sot e kemi 4-shën dhe të tjere të cilët disa janë gjykuar e të tjerët janë proces gjykimit në krye me Hashim Thaqin, shpallësin e pavarësisë së Kosovës, po qëndrojnë padrejtësisht në gjykatën e Hagës dhe kemi droj se kjo 4-shë tentohet apo është i përgatitur një skenar për t'i dënuar. Nëse ta dënohen, atëherë themi se dënohet shteti Kosovës, dënohet UÇK-ja dhe dënohet mbar populli shqiptar, i cili sakrifikoi shumë për këtë liri dhe këtë pavarësi që e gëzojmë sot. Pra, mungesa e Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit, por edhe të shokëve të tjerë që padrejtësisht po mbahen në Hagë, sot e zbe jashtëzakonisht shumë këtë 18 vjetor, përkundër që në Kosovë megjithatë po regjistrohen apo po mbahen tubime të mëdha për të shënuar këtë ditë lavdishme të popullit shqiptar pas festës të pavarësisë së Shqipërisë. Kuptohet, kjo është festa e dytë shqiptare më e madhe në histori të shqiptarëve. Por zymtësia e saj po duket qartë, sepse kemi apo po na vinë lajme të këqija nga Haga, ku prokuroria po tenton me çdo kusht të ndenoj herojt tonë të gjallë, të cilët na kanë mbajtur shpresa deri vonë se ata do të lirohen, por megjithatë duke parë se atje po zhvillohet një gjykatë politike, ne vërtet jemi me rezervë edhe frigohemi se
ata edhe mund të dënohen. Një ditë burgun, një ditë dënim për luftëtarët e lirisë vërtet për ne do të jetë një dënim i madh edhe do të vej në pikpyetje shtetësinë e Kosovës, e cila është e pranuar nga 120 shtete. Druajmë se nëse gjykohet 4-shja e madhe e UÇK-s, mund të pasojnë më pas tërheqjet e njohjeve dhe lëkundet pavarësia edhe shtetësia e Republikës Kosovës, përveç që e kemi bindjen e plot që Amerika asnjëherë nuk do të lëkundet nga ajo që e ka, sepse edhe fundit Kosova është produkt apo është pjellë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, NATO-s edhe shteteve të cilat e kanë përkrahur këtë pavarësi. Profesor, kemi pasur urime nga presidenti Donald Trump për pavarësinë e Kosovës. Besoni që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do mundin që të ndalojnë këtë farsë që po ndodh në Hag? Ne pritjet i kemi që Amerikanët apo Donald Trump edhe atë procesin që është duke ndjekur Smithin, kryeprokurorin kryesor, që e ka ngritur akuzën për 4-shën e madhe, mendoj se pas kësaj është vërtet është zbehur akt akuza, edhe po del nga dëshmitë e prokurorisë, ka dalë mirë se gjithçka është e përgatitur në kuzhinat serbo-ruse, edhe kjo padi ka rekrutuar, ka paguar, ka harxhuar dikon rreth 400 milion dollar për të paguar apo për të përgatitur dëshmitar të dobët, të cilët i pom në dëshmitë e prokurorisë, dhe tani del ajo poshtërsia e atij prokurori i cili thot se dëshmit e shtatshës së madhe botërore në krye me Clarkun, Rubinin, Hillin e tjerë, të cilët dëshmuan, thot se të gjithë këta janë të mashtruar nga Hashim Thaçi në luftë, edhe dëshmitë e tyre nuk duhet të merren parasysh. Kjo vërtet tregon se kjo gjykatë është komplet politike dhe është gjykatë që nuk është dashur themelohet, por tradhtia ishte me rastin e shtëpisë Verdh në Shqipëri atje ku thuaj se trupat e UÇK-s kanë bërë transplant të organeve dhe shitje, tregtime organe të serbëve. Kjo doli se nuk ishte e vërtet, edhe akt akuza fare nuk përmban dhe s'ka të bëj me atë, përpos me disa ngjarje banale të cilat kanë të bëjnë me diçka të papërfillshme, edhe që absolutisht drejtoria politike në krye me Hashim Thaçin, zëdhënësin Jakub Krasniqi, por edhe me Kadri Veselin, i cili në atë kohë udhëheqte një shikun, vërtet nuk kanë të bëjnë fare me këtë akuzë të parapërgatitur nga Milovan Drecun, i cili thot se po realizohet ajo krejt që ai e ka paramendu dhe e ka përgatit, dhe tani ai pret që kjo 4-shë të dënohet në këtë mënyrë, dënohet e gjithë përpjekja shekullore e shqiptarëve për fituar lirinë dhe pavarësinë. Kuptohet, e kishim synim bashkimin kombëtar, por me që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian nuk kanë lejuar një gjë të tillë, atëherë ne është dashur të vetkënaqemi me pavarësinë edhe me shtetin e dytë shqiptar, i cili u krijua shumë vonë, por megjithatë është e rëndësishme që sot ne kemi 2 shtete edhe kemi një pavarësi e cila deri dikur ishte e mbikëqyrur, vazhdon të jetë
ende e mbikëqyrur si duket, jo në atë formën klasike si në vit para pavarësisë, por megjithatë urojmë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ta ketë seriozisht dhe në prill si po pritet një marrëveshje të kryhet definitivisht të marrë kohjen e duhur Republika edhe pavarësia e Republikës Kosovës, sepse nëse edhe Amerika në këtë rast vërtet mendon sikur Evropa, unë frigohem se shtetësia e Kosovës do të vehet në pikpyetje, e sidomos nëse na dënohet katërsha e madhe e UÇK-s, në krye me Hashim Thaçin. Zoti Ret Koceri, kush është skenari më i frikshëm që i druhet edhe Kosova edhe Shqipëria ndaj gjyqit të Hagës dhe pasojat e këtij gjyqi? Skenari më i keq është dënimi. Cili do dënim, thash edhe më herët. Çfarë do sot do vite që ju japen këtyre të burgove, vetëm po të ketë dënim në këtë rast, atëherë skenari serb-rus veç realizohet. Por shpresa ende te ne është e madhe, edhe pse gjatë gjykimi tani gjatë dëshmive edhe sidomos gjatë fjalës përfundimtare të mbrojtjes, vrehej diçka në mimikat e gjyqtarëve, edhe pse të njëjtit gjyqtar kanë ndihmuar, thuajse kanë qenë unison në fazën kur kanë dhënë dëshmi prokurorët. Edhe shpesh pyetjet e gjyqtarëve kanë qenë ndoshta edhe më të këqija dhe më të ashpra se sa të vetë prokurorëve për të akuzuarit edhe për mbrojtjen, por megjithatë na mbon shpresa se ka ende drejtësi në gjykatë. Edhe mendojmë se kryetari i gjykatës, i cili është amerikan, do të jetë indikuar nga dëshmitarët amerikanë, por edhe nga vetë Trumpi, edhe ata nuk po themi të mbajnë anë, nuk po themi të përkrahin katërshën e madhe, por spaku ata duhet të dajnë drejtësi, edhe të binden në provat e avokatëve, të cilat ishin shumë fish më të forta, derisa provat e prokurorisë vërtet janë qesharake edhe fare të paqëndrueshme, edhe shihet shumë mirë, edhe vetë Serbia, ku thash Milovan Drecun, një antishqiptar i përbetuar, që thot se ai ka punuar shumë, edhe komplet dosja e tij është në Hagë, edhe me atë dosje po gjykohen, edhe mas paku 200 dëshmitarë janë të përgatitur nga Serbia, por një numër i tyre nuk kanë pranuar fare të shkojnë të dëshmojnë dhe janë tërhekur nga dëshmia, me qenë se Haga apo prokurorët të cilët i merrnin në pyetje, ju kishin premtuar se ata pasi ta kryjnë dëshminë, do të transferohen diku nëpër Shtetet e Perëndimit dhe atyre ata nuk u bartën, nuk u transferuan, nuk emigruan nëpër Shtetet e Perëndimit, ata hoqën dorë, domethënë janë mbi 150 dëshmitar të përgatitur nga Serbia, shqiptar, shumica, të cilëve nuk ju është mbajtur premtimi se ata do të vendosen diku në Shtetet e Perëndimit, ata kanë hequr dorë dhe kanë pranuar se kanë qenë të manipuluar edhe të paguar nga prokuroria për të dëshmuar kundër UÇK-s. Ndaj themi se kjo nuk do të pin ujë, edhe Amerika, Donald Trump do të ndikoj drejt për së drejti dhe trupën gjykuese që mos të gjykohen në asnjë mënyrë katërshja e madhe. Ne skepticizmin e kemi, ne dyshimet i kemi, ne po frigohemi mu për shkak të qëndrimit që e kanë pas gjyqtarët gjatë procesit të gjykimit, por megjithatë unë mendoj se gjykatësit prap do të jenë ata që ndajnë drejtësinë
edhe do të mosin provat e prokurorisë me provat e mbrojtjes, edhe në fund do të ndojnë gjykimin. Sigurisht, nesër do të presim edhe fjalët përfundimtare të akuzuarve, kuptohet nëse duan ata, besoj që 4 nesër do të flasë, nga 20 minuta më duket i kanë, edhe pastaj do të presim gjykimin i cili mund të vijë në qershor, ndoshta edhe në korrekt, sa më shpejt që të kryhet kjo punë, aq më mirë, sepse edhe situata në Kosovë vërtet është e bresht, edhe sot ne jemi të ftuar të gjithë qytetarët që të marrin pjesë në një protestë më të madhen, pritet të jetë protesta më e madhe prej orës 14 në sheshin Gjergj Kastrioti Skënderbeu, ku besoj se do të jetë sheshi i vogël për të përkrah katërshen e madhe dhe të gjithë të burgosurit që po vuajnë burg të padrejt në Hagë. Aty presim të marrin pjesë edhe liderët politik, do të ishte shumë e mirë se ardhur, siç ishte dje në një promovim ku mori pjesë Edi Rama, në një promovim të librit të ish-ministrit, ambasadorit Ahmet Shala, që kur heshtja flet, që i është kushtuar liderit kryesor Hashim Thaçi dhe të tjerëve që janë në Hagë, aty pati një fjalim historik të Edi Ramës, ku zbuloi edhe një sekret rreth tentimit të prokurorisë për të hetuar apo për të bastisur zyrën e presidentes së Republikës, e cila thuhet se nuk e kanë lejuar prokurorinë, edhe mirë kanë bërë që nuk e kanë lejuar, sepse po të bastiste edhe zyrja e presidentit Thaçi në këtë rast, sepse ishte president, me vonë erdhi zonja Vjosa Osmani, vërtet atëherë do të ishte një degradim i jashtëzakonshëm i Republikës Kosovës, i presidentës Kosovës, dhe mirë ka bërë zonja Vjosa Osmani me gardën e vet që nuk ka lejuar prokurorinë që të bastisë zyrën e presidentit, sepse nuk besoj se aty do të mund gjenin prova, por me qëllim të etiketimit të figurës së zotit Thaçi, ajo ka tentuar që edhe aty të fus hundet në mënyrë që ta degradoj, ashtu si kanë dashur dhe po duan prokuroria e paguar si duket nga Serbia për të kryer këto veprime të cilat është duke i kryer kundër Republikës edhe kundër liderëve që kanë udhëhequr edhe luftën edhe paqen në Kosovë. Besojmë, urojmë që Edi Rama mos të ketë ardhur në këtë rast për të bërë ndonjë lloj përkraje për presidenten e Republikës. Pa marrë parasysh se edhe mund të jetë e tillë, por kjo mund të dëmtojë ndoshta më shumë se sa që mund ta përkrahë. Sepse po shihet qartë se përkrahjen zonja Osmani nuk e ka nga zoti Albin Kurti. Duke mos e pas përkrahjen e zotit Albin Kurti, zonja Vjosa Osmani nuk e ka asnjë shans për të promovu, për të zgjedhur edhe një herë presidente e Republikës Kosovës. Pa marrë parasysh që dje ju bë pritje edhe me gardën e Republikës, edhe ishte pritje madhështore edhe nga ana e Kurtit për zotin Edi Rama, dhe mendoj se është mirë ky ofrim, ky pajtim i cili ka mundur të ndodhë dje, është shumë i mirëseardhur. Dhe raportet e dy kryeministrave të dy shteteve shqiptare duhet të jenë vërtet vllazërore, jo vetëm protokolare. Edhe shpresoj që pritja djeshme është një fillim i mbar, që marrëdhëniet mes të Republikës së Shqipërisë dhe Republikës Kosovës, mes të kryeministrit Edi Rama dhe kryeministrit Albin Kurti,
vërtet të jenë të shëndosha, të jenë vllazërore dhe të jenë në dobi të dy shteteve. Jo, pritje që o bëdje, mu më erdhi mirë, por me gjithate, prigoj se zonja presidente nuk e ka përkrajen e thoqit mu përshkak, përkrajen e Kurtit mu përshkak se zonja presidente si duket ka shkuar te Trumpi për të nënshkruar bordin e paqes pa e marrë bekimin apo pa u koordinuar fare me zotin Kurti, dhe zoti Kurti, siç e dim të gjithë, është një hakmars, një revanshist i madh, edhe në këtë rast mendoj se e ka humbur përkrajen që ka mundur ta ketë zonja presidente. Edhe heshtja këtu ditë, kur vërtet është dashur të del një emër për president, po shohim se Kurti në një bisedë me zonjen Osmani i ka deklaruar apo ka kërkuar nga Vjosa Osmani që t'i merr 30 nënshkrimet nga opozita për presidente dhe pastaj Kurti do t'ja siguroj edhe 50 vota. Domethënë, nëse nënshkrimet nga 50 deputetet e Kurtit nuk i merr zonja presidente, atëherë pa marrë parasysh, a do të qëndrojnë sallë opozita, apo nuk do të qëndrojnë. Nëse nuk i ka nënshkrimet nga deputetet, që po themi 50 sepse 7 janë të listës Guxo, brenda 57 deputetëve. Dhe në këtë rast kërkesa e Kurtit është bazuar që zonja Osmani t'i gjej dikon në mesin e 22 votave të PDK-s, 6 votave të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, 15 votave të LDK-s, 10 votave të minoriteteve pakic, jo serbe, edhe votave, domethënë ai ka të mjaftueshme në dispozicion, i ka thonë i ki 70 mundësi për nënshkrime, urnë merri 30 nga 70 edhe i ki 50 vota të VV-s. Dhe kjo e vën në dyshim se zonja Vjosa Osmani mund edhe të mos kandidohet fare, sepse unë them se PDK-ja nuk do t'ja jap nënshkrimet Vjosa Osmani, prej listës serbe sigurisht nuk do t'i kërkoj Vjosa Osmani nënshkrimet, edhe pse ata edhe mund t'ja japin nënshkrimet. Pakicat sigurisht janë nën diktatin e zotit Kurti, nuk ja japin votat. LDK-ja është e përçarë, ndoshta jo vetëm në 2 grupe, por edhe pse janë vetëm 15 deputet, ma shumë se 7 të PDK-s, dikur kemi mendu se janë 12, por tani jemi të bindur se vetëm 7 e përkrahin zonjen Vjosa Osmani. Aleanca nuk ja jep nënshkrimet sepse ajo tenton ta paraqes kandidaturën vet të zotit Ramush Haradinaj, edhe ata sigurisht i kanë marrë edhe votat i marrin edhe nënshkrimet e PDK-s, edhe të vetat, edhe të ndonjë kandidatit të LDK-s apo të pakitave, dhe kështu kandidatura e zotit Haradinaj mund të jetë shumë më e sigurt se sa kandidatura e zonjës Vjosa Osmani në këtë rast, nëse kuptohet nuk hek dorë Albinin nga ajo që vet ka proklamu. Pra, me rastin e 4 marsit, kur është dita kur s'ka dënë për afati për të zgjedhur presidenti, ne presim edhe një futje në një krizë të re, nëse nuk del një kandidat konsensual nga familja emblematike Jashari, që edhe shpesh është përmendur herë bekimi, herë bashkimi, por unë mendoj që në këtë rast mund të jetë kandidat për president Murat Jashari, që është i përgatitur edhe në pikpamje akademike, edhe është më i përgatitur nga familja Jashari, edhe e meriton të
jetë president i Republikës. Me këtë, domethënë, mund të na befasoj zoti Kurti edhe këtu e vend para aktit të kryer edhe aleancën edhe PDK-n, sepse ata kur dikush nga këto familje, nga familjet emblematike apo nga familja Jashari është në kandidaturë, nuk besoj që PDK-ja mund ta lëshoj sallën, sepse kuptohet vinë nga një rrugë e përbashkët e UÇK-s edhe Lirisë së Republikës Kosovës. Profesor, faleminderit shumë për intervistën. Ishte kënaqësi si për herë dhe gëzuar pavarësinë e Kosovës. Gëzuar, faleminderit shumë. Ishte kënaqësi.